Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalendari islamik. Sot është dita e diel 13 Rabiu Thani 1447. Muaji Rabiu Thani është muaji i 4 i kalendarit islamik. 5 tetor 2025. Që do thotë se edhe 136 ditë i kemi deri në Ramazan. Allahu Dhul Jalal në Kur'anin Fisnik, respektivisht në surën El-Isra, ajeti 23, thot kështu: Imma yablughanna indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin. Ndodh që dikujt prej prindërve i arrin pleqënia njërit apo të dyve, e ti atyre në këtë mosh as as of mos i thuaj. Imam Ibn Gjeziu, rahimullahu ta'ala, në tefsirin e tij thot kështu: Allah i madhëshëm e ka përmend pleqërinë në këtë ajet, sepse atëherë ata, prindërit, kanë mas shumë të nevojë për kujdesin dhe bamirësinë e tyre, për shkak të dobësisë që kanë ata. Normalisht mosha e pleqërisë kërkon kujdes shtesë, dhemshuri, bamirësi, respekt e kështu me radhë. Mesazhi i kësaj dite është ajo që na thot Imam Abdurrahman ibn Gjauziu rahimahullahu taala në librin e tij Saidul Khatir, thot kështu: çdo vend i shtëpisë tënde le të ketë momente ku ti i lexon librat tuaja, apo ndalesh dhe mendon dhe analizon për ty jetën tënde, fen tënde, gjendjen e vendit dhe popullit tan. Stina e dimrit fillon me 1 Recep 1447, muajin e 7 sipas kalendarit islamik, apo 21 dhjetor viti 2025, që do thot edhe 77 ditë kemi deri në fillimin e stinës së dimrit. Lumturia e vërtet nuk qëndron tek pasuria apo autoriteti, qëndron tek qetësia e zemrës me Allahun subhanahu wa taala. Pra, nëpërmes këtyre këshillave tona, ne u përkujtojmë kalendarin islamik me kësaj jave nga e hana deri sot e diell, që në këto këshilla kemi ajete kuranore dhe porosi të dietarëve që me to ta mbushim ditën, të shtojmë diturinë tonë, të shtojmë devotshmërinë tonë, të rrisim imanin tonë dhe të lutemi dhe të lutim Allahun e Madhëshëm vazhdimisht që Allahu t'i pranon adhurimet dhe lutjet tona, e të ndihmon muslimanëve kudo që janë, e sidomos muslimanëve në Palestinë dhe në Gaza. Allahu t'u ndihmon dhe fitoret madhe, dhe me fitoret madhe t'i gëzon inshallah taala. Zoti shpërblet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.